jemi kthyer në studio në këtë pjesë të dytë do të flasim për vallet shqiptare si pjesë e trashëgimisë son, do të ndalemi tek vallet me motive të Tropojës. Dhe do të kemi në studion ton pikërisht koreografin Skënder Haklaj, i cili do të vit na flas për një nismë që ai ka ndërmarr. Nisma e cila titullohet Kërcimet e Tropojës në UNESCO. Është një nismë interesante, për cilën do ta sqaroj në detaje vet koreografi. E presim Skënder Haklaj. Mirë se erdhët. Kënaqësi që u kam këtu, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Faleminderit shumë. Me flokë të zeza ster, mustaqet gjithashtu. Si vetë jeta. Si vetë jeta, energjik gjithmonë i ri, apo jo? Bukur. Ju jeni koreograf, o keni kërcyer edhe vetë apo jo? Vallet me motive të Tropojës? Qysh 5 vjeç. Që 5 vjeç. Dhe tashmë jeni kthyer në një koreograf duke ndërtuar, duke kompozuar vetë, duke krijuar vetë dhe vallet, apo jo? Duke studiuar motivet burimore, tradicionale, edhe duke i përpunuar as sa duron pa e prish karakterin. Bukur. Po ka marru Akademinë e Arteve. Bukur. Do tulemi së bashku për të biseduar dhe për të mësuar në fakt në lidhje me këtë nismë që juve keni ndërmarrë. Përpara se ne të fillojmë, unë do doja të sillim disa plane mbulim me motive nga Tropoja, me koreografi pikërisht të ftuarit që kemi sot në studio Skënder Haklaj të vitit 1986. Këto janë valle që i keni krijuar juve, që a regjistruar në ato vite. Dhe ndërkohë që shohim këto plane të mrekullueshme, unë do doja të tregoja diçka për juve që pikërisht pra le të themi që ky është një moment i rëndësishëm në CV-n tuaj si krijues. Në 86-ën pra keni realizuar këtë valle me koreografi tuaj, pak pasi ishit diplomuar. Ndërkohë në vitin 2012 jeni kthyer nga Italia dhe keni themeluar në Tiranë ansamblin koreografik Folk Trevar, apo jo? Folk Trevar. Pas një shkëputje 9 vjeçare, vini dhe merrni këtë nismë. Ndërkohë, për të ringjallur kërcimet e Tropojës, juve jeni bashkuar dhe me grupin Dardania në vitin 2016. Pra gjatë gjithë kohës i angazhuar për të risjellë në vëmendje dhe për të mos humbur për asnjë moment vallen tonë, vlerat, traditat edhe këtë trashëgimi të vlyer që ne kemi. Po? Duke parë vetë se si shkuan ngjarjet e rujtjes së traditave të folklorit koreografik në Tropoj, shpirti im nuk po shoj, se rendur i pas tyre, duke studiuar për 27 vite me radhë, kam përgatitur një libër shkencor, studimor, i cili po na shërben shumë për motivimin e tij edhe për dërgimin në UNESCO. Para 3-4 ditë të premte ndorzuam në ministri kërkesën për të shpallur si kryevepër e traditës shpirtërore të kombit, Kërcimi i Tropojës, dhe jo kot se mu tek mua, po Kërcimi i Tropojës ka marrë mbarë Shqipërinë, nuk ka dasëm Shqipëri që nuk mos kërkohet e mos kërcet. Janë shumë të gëzueshme, shumë të harreshme, janë gazmore, janë shumë gazmore, shumë dinamike, me impulsivitet, po nuk ka vend edhe në botë ku ka shqiptar që nuk kërkojnë ta kërcejnë. Edhe ku s'ka shqiptar, i kemi parë dhe deri në Kongo, në Amerikë, gjithandej. Këto janë sërish të planet mbulim që na vinë nga vallja që juve keni krijuar, jeni këtu në mes të Baramcurit, apo jo? Te para muzeut Baramcurit. Para muzeut, në sheshin e qytetit. Këtu duke kërcyer që është xhiruar kjo valle? Është valle me motive blegtorale. Është një lojë e blegtorëve, ku do të thotë që vajza dhe djali, atër kom që janë djaliri. Po edhe sot nuk dukeni fare keqë? Ne mbanë Kërcimi. Në formë edhe dukeni shumë në formë, shumë energjik. Ne mbanë Kërcimi, ne mbanë energjinë, impulsivitetin, ne mbanë Kërcimi. Dhe kjo është pjesë e rudinave. Rudinave, ja. Erdhi rasti për të shpjeguar edhe njëherë tjetër se çfarë do të thotë emrim, edhe i të gjithë rudinave që kanë këtë emër. Rudinat janë ta lëndina, po na shpjegoni juve si. Rudina është një simbol i bjeshkës tonë. Janë lëndina të mëdha, po kanë lulësinë, kanë vlera shumë mëdha shpirtërore, në të cilat arti i popullit, sidomos arti i popullit tropajan, është zhvilluar ndjeshëm. E ka ndihmuar zhvilluar arti. Dhe
Ka frymzuar. Po shumë, jo vetëm kaq, po në Rodina janë bërë dhe lora popullore, janë bërë dhe lora nga më ndryshmet, pra Bjeshka nuk kuptohet para Rodina. Rodinat pra janë ato lëndinat e vogla në mes të maleve, apo jo? Hapësirat e vogla të gjelbruara me barë me lule. Jape një është një lullë ke bukur në ato qëndrisma që i bënë. Shumë e bukur, është shumë e bukur. Mjedisi Tropojës, mjedisi Bjeshkëve tona, të imponon që të zhvillosh talentin. Në qovë se je koreograf, të imponon të mësosh këcime dhe lorat me elemente këcimi. Në qovë se ke ndjesi piktori, ke ku të piktorosh e të kapesh modelet jashtëzakonshme të natyrës. Në qovë se je poet, dhe detyrimisht të vjen poezia të bësh krahasime nga Maja, nga Bjeshka, nga Lugu, nga gjithë shka. Në qovë se je muzikant, vetë fëshklima, e bredha, e pishëve, e baret ati. E valbonës, të ritmon, të ban të ndjesi të zhvillosh. Pra, mjedisi, jeta është produkti mjedisit. Arti i popullit është produkti jetës. Absolutisht. Ne do cillim disa plane mbulim tani, të cilët i takojnë pikërisht konferencës shkencore, kombëtare, që juve keni organizuar në Tropoj në datat 15 dhe 16 dhjetor, të dhjetorit të kaluar. Një konferencë e quajtur Këcimet, si thurim e ritualeve të jetës dhe trashëgimis shpirtërore në Tropoj, apo jo? Po. Çfarë është kjo konferencë dhe cili ishte qëllimi i realizimit të saj? Me Zotin Muj Bushpapa, Zotin Zog Hysenaj, morëm si nisëm si iniciativë që ta përgatisim këte dhe ta si një prag kalim për ta propozuar në ministri, ata që thashon si kryevepër të traditës shpirtërore të kombit, dhe prej këtu pastaj, pas kësaj, do kemi edhe nga fundi qershorit një filmim të këtyre motiveve, në Bjeshk, në Rodina, por edhe në ato mrizit e zanave, ku ka shumë simbole të traditës të tashu, ka shumë lidhje me cikli krashtive, cimet të Tropojës. Cimet të Tropojës janë shprese, shprehin. Kanë edhe ato pantomimen, flasin me sy, flasin me veto, flasin me brez, flasin me dorë, me goj, me shikim, me ullje, me rëdhlime, nuk i kanë kotë, duken... E pra, nga dallojnë vallet me motive të Tropojës nga vallet e zonave të tjera të Shqipërisë, Shqipëria e Mesme, Shqipëria e Jugut, çfarë mund të veçantë? Tri karakteristika kryesore. Njëri vallet të Tropojës nuk janë valle, janë para valle, pra zemjane, para valle, janë këcime. Dhe këto janë para valle. Dhe më thonë, si shtemi ti nga këto, vinë vallet pastaj. Dhe janë vetjake, solistike, në vinë melodike, gjithë grupi vallëtare nuk kërcen si një e tjetët, po kanë emrus në përbashkët. Do kom cilësua, vallet tropejan janë si Bjeshka, të lidhur në raj e të ndara në kreshta. Pra rajnë e kanë të lidhur bashkë, po kërcen si cilan një që organizimi organizuar. Se cili shpreh individual, është se cili është solist në vetën e vetë. Nuk po të thush kjo është solist i parë, kjo i dytë, si që kemi në regullat e koreografisë. Se cili është solist vetë, interpretues vetë. Dhe kjo karakteristik, shpeshër edhe ka vallëtarët që nuk e njohin mirë në themel, të gabojnë. Të gabojnë për arsye se e hum motivin, hum borimin, e hum karakterin e këcim Tropoje. A ka ndryshuar valja me motive të Tropojës? Vallet me motive të Tropojës gjatë viteve kanë pasur ndryshime? Po, vetë jeta e qiki e evolimi i kanë, po desha thëmë se vallet të Tropojës karakteristika dytë janë perpendikular me i tokën. Perpendikular me tokën. Janë ajo ndjeshmëria e lartësisë, Bjeshkve, drejt lartësisë. Në shpeshera kanë ca ese muzikore që thua se ngeli najrë, e nuk ranë tonë. Zhvillohet për së larti valja. Jo është trirë, po për së larti. Të mëcimet, nësa vallet vinë horizontal me tokën, ka një regull që vinë nga majta në djathtë, dhe vallet e kombit tonë dhe gati këtë Balkan duke preashtur vallet e Bosës, Boshnjakët, e kanë të kundër nga djathtë të majtë. Mirë, ne do të kemi mundësin të ndjekim pa tjetër, do të kemi një vallë shumë të bukur pas pak në studion tonë, po përveç kërcimeve, cilat janë elementet e tjerë të folkut, veshjet, qoftë muzika, do t'i drejtojni UNESCO-s për të gjitha këto? Po, do i drejtojmi për arsye se ne kemi një fatë se këtu bashkia në Bramsur, vetë kryetari Zoti Besnik Dusha, ne ka mbështetur dhe ne ndihmon. E kem derën hapur. Ti tërkasish derë për këtë problem, ai ne ndihmon. Kjo është fati më madh se ka edhe që s'të përkrahin. Duke preashtur anën financiare, se vetë ato janë të problemet tjera. Po, ajo s'është koreograf, jemi ne koreograf që ja servim, po ajo ne përkra. Dhe
Dhe të arrim dhe në UNESCO, është kjo që thash unë. Të dalim në bjesht, të bëjmë filmin se i kërkon vetë UNESCO-ja. Të gjitha motivet, që nga mosha 3 vjeqare, e dita që mundet me hap 7-8 vjeqare. Kemi shumë solist, virtuoz të popullit, që nuk janë sot. Dhe detyrejme e këthimit Tropoj, është ka qenë kjo qëllimi im. Juve vetë ku jetoni? Jetoni në Tropoj apo në Tiranë? Unë shpinë kam blenë në Tiranë, pa kam edhe në Tropoj. Edhe në Tropoj, pa të kështu që shkoni shpesh edhe një shumë i lidur. Jo, të shkoj çdo javë. Shkoj të hanën, e futëm punë aty, vjet tjetër e futëm të folk trevar këto. Bukur. Dhe pikërisht nga folk trevar, ne do të na vi grupi vallëve, grupi vajzave që do të na kërcej, apo jo, do të na interpretoj vallet me motive të Tropojës. Do të sera diçka këtu. Në Tropoj, Tropoja ka qenë me një popullat rreth 57.000-58.000 në ndrimin e sistemeve. Po pati shumë një migracionin, dyndjen. Dhe ka shumë në Tiranë Tropoja që kanë ardhë. Ka shumë Durrës. Po tani në Tropoja përgjithësa banor mund të ketë përgjithësa? As gjysmë as janë. As gjysmë. Pra ne e shoh si detyrë të domosdoshme, që këtë ta morë UNESCO se përndryshe do shka për derdhet, do shpërbahet, ka që ka. Bjerin 2/4 të muzikës, këse në shotën e Kosovës, o qifta tjelën e Tiranës, o pogonishten. Se dhe pogonishten ka gjitha të loja, të variante. Dhe kjo është detyra jonë, që du të mbrojt nga dikush. Që ju vetëm sot besoj, unë duhet shkoni iftuar gjithandeta, bëni sa më të madhe këtë gjë, apo jo, duhet. Pa tjetër, edhe kjo që thatë ju, kostumet, në qofë se meret, në qofë se do meret nga UNESCO, do një këthet edhe jere. Se me thonë të drejten, unë jam shumë i paknaqër me këta që shesin i japin me qëra kostumet. I kanë degraduar. Pse, i kanë ndryshuar? I kanë ndryshuar krejtësisht për efektet të përfitimeve. Ose ndoshta të bëhen originale si shkanë qënë, është që ke vështirë. Po mirë, nuk du të përzish në kostumen një treve, pjesë të tjera të treves tjetër. Sigurisht. Kjo është ajo që Kjo se ka ndodhur kjo, absolutisht. Duti komision, duti dore fort, ndoshta i komision nga akademia, nga si do të prezentojmë vallën që do të vi pas pak në studion tonë, që do të interpretohet këtu? Ritme rinore të vajzave, Tropojës. Ritme rinore të vajzave apo varzave, thatë juve? Vajzave, ne e thëmë qikave. Të qikave të Tropojës dhe qikat që do na vi në studio janë Jorinda Gocaj, Anisa Haka, Unesa Matraku, Albiona Qela, Albina Emiri dhe Nensi Dervishi. Janë qikat nga Tropoja që do të interpretojnë valle me motive të Tropojës. Ndjekim! Bukur nga Tropoja, oh kur
Bravo, ju lumtë dhe juve për gjithë të punë që bëni çdo ditë. Faleminderit Zoti shumë. Skënder, faleminderit shumë që ishi sot në studio, ju uroj shumë Faleminderit nga suksese. ju, Juve dhe faleminderit për gjithë ftesën, vajzave. faleminderit shumë. Ju shkoj Faleminderit. Ne kemi publicitet, takomi pas pak. Faleminderit vajza, bravo.